Një gjykat apeli në Paris ka shpallur fajtor kompaninë ajrore Air France dhe prodhuesin e avionëve Airbus për vrasje nga pakujdesia në lidhje me aksidentin ajror të vitit 2009 që tronditi botën e aviacionit. Ngjarja ndodhi kur një Airbus A330 u zhduk gjatë një fluturimi nga Rio de Janeiro drejt Parisit, duke kaluar mbi Oqeanin Atlantik në kushte të vështira moti. Në bord ndodheshin 228 pasagjerë dhe antar ekuipazhi, të cilët humbën jetën në një nga aksidentet më të rënda ajrore në historinë e Francës. Vendimi i Saintes vjen pas një betejë ligjore 17 vjeçare mes dy gjigantëve francezë të aviacionit dhe familjeve të viktimave. Më herët, në shkallën e parë të gjyqësorit, kompanitë ishin shpallur të pafajshme, por gjykata e apelit e përmbysi vendimin. Gjykata urdhëroi që Airbus e Air France të paguajnë gjobën maksimale për vrasje nga pakujdesia, e cila është rreth $261.000 për secilin kompani. Megjithatë, duke marrë parasysh të ardhurat e tyre shumë të larta, kjo gjobë është cilësuar nga shumë si simbolike. Hetimet zbuluan se pilotët humbën kontrollin e avionit pas një problemi me sensorët e shpejtësisë, duke çuar në stallim fatal të avionit. Prokuroria ka vënë në dukje edhe dështime të mundshme në trajnim dhe mungesë reagimi ndaj incidenteve të mëparshme. Familjarët e viktimave e kanë përshkruar vendimin si një hap të rëndësishëm drejt drejtësisë dhe pranimit të përgjegjësisë pas gati 2 dekada shpritje. Megjithatë, pritet që çështja të vazhdojë në instancat më të larta gjyqësore në Francë, pasi kompanitë mund të apelojnë sërish.